Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Rrethor me mua sonde në program. Janë Taulanta Jupi, mirëmbrëma Taulanta. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi gjithmonë Klementin Mile, pedagog, mirëmbrëma Klementin, kënaqësi duke për të parë program. Faleminderit për ftesën. Rezar Ktubi, mirëmbrëma Ktubi. Mirëmbrëma. Dhe Frok Çupi, mirëmbrëma Frok. Mirëmbrëma. Sigurisht ka shumë gjëra për cilat mund të flasim sot, por sigurisht protesta e djeshme bëri lajm për shkak se në krah të Berishës u shfaq flamuri gjerman. Dihet arsyet pse qeveria gjermane ka tema të forta për të diskutuar dhe për të sqaruar me qeverinë shqiptare, sigurisht që përfshin edhe raportet me drejtësinë e re. Dhe befas flamuri amerikan ra dhe u shfaq ai gjerman. Një flamur gjerman që në Shqipëri shfaqej zakonisht sa herë luante Gjermania. Gjithë jemi tifoz me Gjermaninë, ose në 2-3 vitet e para të migracionit, arsyeja pse shumë shqiptarë emigronin dhe Gjermanisë. Por përse Sali Berisha hoqi flamurin amerikan dhe vuri atë gjerman? Dhe për më tepër, pse sot reaguan gjermanët vetë? Ndjekim kronikën. As flamujt gjerman nuk i prim Berishës. Ambasada gjermane ka dënuar përdorimin e flamujve të shtetit të saj në protestën e Partisë Demokratike për të hedhur molotov dhe fishek zjarre. Ambasada gjermane dënon dhunën e papranueshme në kuadër të demonstratave të djeshme. Protestat politike dhe e drejta për të demonstruar janë të drejta themelore në çdo shoqëri demokratike, por ato nuk mund të përligjin asnjëherë dhunën ndaj personave apo objekteve. Ne kërkojmë prej përfaqësuesve të partive politike përgjegjëse të distancohen në mënyrë të paekuivok nga dhuna. Pra Gjermania i kërkoi Partisë Demokratike të deklarohet zyrtarisht kundër dhunës. Megjithatë, Berisha vazhdon të ketë besim te Jorita Tabaku, që ka kaluar këto muaj duke takuar gjerman sa në Berlin dhe në Tiranë. Për doktorin, flamujt në protest ishin vërtet gjerman, por dhuna nuk kishte ngjyrë blu. Ne jemi të përcaktuar për kryengritje paqësore, por një gjë mund të them. Në qoftë se në këto protesta ka patur në 10 demonstrues të plagosur nga dhuna policore, nuk ka patur gjersot asnjë polic të plagosur. Pse nuk ka dhunë? Sepse ka porosit mos ketë dhunë. Sepse është paqësore protesta. Pa shumë thjesht të bësh dhunë. Gjë më thjesht. Por ne kemi këtë platformë. Të dielën në fakt, kjo u provua sërish e vërtet. Berisha hoqi flamujt amerikan duke mos fshehur zhgënjimin ndaj Washingtonit, i zvendësoi me flamuj gjerman dhe europian, por në hijen e tyre hodhi sërish molotov dhe fishek zjarre. Nga reagimi i ambasadës gjermane ditën e ënë, nuk ka asnjë ndryshim nga deklaratat e mëparshme të misioneve diplomatike të vendeve të Unionit. Ato një zëri kanë dënuar protestat e dhunshme të Berishës në Tiranë javët e fundit. E reja ama ishte se kësaj radhe foli vetëm Gjermania, flamujt e së cilës valviti grupi i zjarrit përpara sulmit të tij piropolitik të ditës së diel. Kështu Gjermania i hoqi të drejtën të përdor flamurin e saj Sali Berishës, një lloj si jurikim Ilir Metës në 2 mars 2020, sa për flamurin shqiptar. Për atë, u kujdesën forcat shqiponja, që e hoqën nga këmbët e deputetit demokrat të Kamzës, Xhelal Mziu. Klementin, do të njësa me ju, me që jeni ftuar për herë të parë në program, me vonesë për fajin tim. E para nuk duket që protesta pati diçka të re përveç flamurit gjerman. Pra edhe ato temi në të vërtetën nga pamjet tona, ndoshta ne kemi pjesëmarrja vazhdon të bie krahasuar me protestat e tjera, por në të drejt temi agresiviteti sa vjen deri. Ndryshimi sigurisht më i rëndësishëm ishte shfaqja e flamurit të Gjermanisë, nisur dhe me një preambull që hapi zoti Berisha në 10 ditë e fundit se po bllokohet procesi i integrimit. Në fakt nuk rezultoi kështu në Komisionin e Jashtëm në Parlamentin Evropian. Të gjithë deputetët, përfshirë dhe ata gjerman, përfshirë dhe ata që janë temi kundërshtar politik me të majtën që qeverisë Shqipëri, votuan pro vazhdimit procesit të integrimit. Por ai flamuri i Gjermanisë dhe reagimi sotëm i ambasadës, megjithëse i vetmuar, jo nga ambasada të tjera, besoj që ishte një risi apo jo. Shikoni, unë mendoj që duhet të shikojmë gjërat jo vetëm në një moment vetëm. Pra, sigurisht, flamuri gjerman protest është fakt, pa diskutim. Sikundër edhe deklarata e ambasadës gjermane, janë fakte që nuk mund t'i përgjinjështroj askush as neve këto besoj.
por duhet vëmë re se si arritëm deri aty. Pra për shembull, ne duhet shohim që çfarë i parapriu kësaj proteste fillimisht. E para i paraprin disa protesta tjera që ishin, pra, më duket kjo ishte e gjashta, pra kombëtare, në mos, tani kemi humbur dhe numërimin, po besoj e gjashta. Pra, një numër njësër protesta. Përre që do bishe verja nesër, një moment, pastaj ajo fillon dhe u metë rëndësinë edhe... Mirë, gjithsesi. Numizmatike. Deklaratat hiperbolike kanë qenë pjesë në një farë mënyrë e këtyre protestave kombëtare, që nga e para, e dyta e deri tek kjo që ishte mbrëmë. Por, strategjikisht, kishte ardhur një moment konsumimi, pra, ose lodhje në një farë mënyre edhe i militantëve, edhe i pritshmërive të tyre, se fundja fare nëse gjithmonë shkohet, bëhet një lloj manifestimi, dhe pastaj pas 2 apo 3 orësh, çdo gjë mbaron me thirrjen që do kemi një protestë tjetër kombëtare pas një farë kohe, ku diun, kur 2 javësh apo diçka. Se disa radhe më duket nuk u njoftua një. Ka do të kemi protesta në gjithë vendin. Okej, gjithsesi. U shmang data kësaj radhe. E kam fjalën nga e papërcaktuar. Po, okej. E kam fjalën që krijon një lloj lodhje dhe konsumimit të këtij mjeti. Pra, çdo gjë në një fushat, dhe kjo është fushat patjetër, pa çka se s'ka zgjedhje tani afër për katë sa më vonë. Po kemi referendum, po do flasim për këtë. Okej. Pra, ky është një mjet, edhe protesta është një mjet për të mobilizuar bazën, nuk ka qëllim tjetër protesta, përveç se të mobilizoj bazën. Kushdo që thotë që protesta i flet publikut në tërësi, shqiptarëve, ku diun, gënjen veten, sepse në gjitha manualet dhe strategjisë politike, protesta është një nga ato mjetet tipike për të mobilizuar, energjizuar njerëzit që ti tashmë i ke. Sidomos kur janë kushtet e një fushate zgjedhësh brendshme në parti. Dhe si thua në rrafshin ose në linjë me gjithë këtë, ne pam për shembull edhe mos pjesëmarrjen në parlament për votimin e rezolutës për regjimin iranian. Pa çka se zoti Berisha bëri një deklarat nga Facebooku, mos gaboj. Po gjithsesi ishin gjitha këto, si thua, një lloj hapje derës për të bërë